Shqipëria ka në muajin tetor një ndeshje mjaft të rëndësishme ndaj Serbisë, ku për të dyja skuadrat mund të jetë bileta e fundit për një vend në botror. Se kuqezin ashtu edhe serbët janë të detyruar të marrin më të mirën nga ky takim, në mënyrë që të kenë të sigurt vendin e dytë në grup. Sakaj, trajneri i Serbisë, Dragan Stojković, ishte prezent në ceremoninë e topit të artë, ku në shoqërinë e figurave të njohura si Hristo Stoichkov dhe Predrag Mijatović, komentoi ndeshjen ndaj kuqezinëve që luhet në tetor. Me Pedan gjithmonë ka diskutime për futbollin, ekipin kombëtar, sfidat e ardhshme, folën për ndeshjen kundër Shqipërisë dhe Andorrës, por në ndeshjet e tetorit janë vendimtare për sa i përket kualifikimit për Kupën e Botës. Duhet të jemi gati dhe të tregojmë fytyrën tonë të vërtet, duhet të jemi gati dhe të tregojmë ngjyrat tona të vërteta. Kohët janë ndryshe, futbolli ka ndryshuar shumë, lojtarët sot kanë kushte shumë më të mira, stërvitje, infrastrukturë më të mirë, luajnë në fusha më të mira, u shpreh Stojković. Ditën në vijim pritet që trajneri Stojković të publikojë edhe listën me futbollistët e grumbulluar për ndeshjen ndaj kuqezinjve, teksa mediat serbe raportojnë se do të ketë dy risi. I pari është Aleksandar Stanković, mesfushori 20 vjeçar që aktivizohet në kampionatin belg me Klub Brugge, i huazuar nga Interi. Mesfushori, i cili është njëkohësisht edhe djali i një prej ikonave të futbollit serb, Dejan Stanković, nuk është grumbulluar asnjëherë më parë me ekipin A. Emri i dytë është ai Andrej Ilić, sulmuesi 25 vjeçar, aktivizohet në Gjermani me skuadrën e Union Berlinit dhe pritet të jetë për herë të parë në listë, pikërisht kundër Shqipërisë, në datën 11 tetor dhe pak ditë më vonë kundër Andorrës.